Të dashur shqiptar, gjuha shqipe është krijuar në momentin që është përkthyer Bibla nga gjuha latine në gjuhën shqipe. Atëherë është krijuar gjuha shqipe që flasim ne sot. Dhe do e provoj këtë me fjalën unët, do thot i uritur. Problemi është ky. Buzuku e ka përkthyer në mënyrë të lirshme Biblën nga latinishtja në shqip. Nuk është përkthimi i përsosur. Dhe fjala unët është në rasën kallëzore në latinisht. Esurientem. Me në frymthell. Nga rasa kallëzore duke qenë i uritur i latinishtes, ka ardhur fjala shqipe unët dhe pastaj ka ardhur fjala u, një silabike, do thot uri. Me në frymthell. Gjuha shqipe ka majmunizuar fjalën latine esurientem, i uritur. Kjo fjalë është kthyer në një rrokshë, në gjuhën gege. Gjuhë majmunash. Kjo është fjala nga fjala esurientem e latinishtes. Kjo është çmenduri, kjo që ka ndodhur. Pra, nga një murg që nuk dinte mirë latinisht, janë krijuar fjalët e shqipes. Në vitin 1550. Shënsi ka, cili vit. Një fjalë me disa rrokje latinishtes është shkurtuar në gjuhën e buzukut në 3 rrokje, pastaj është bërë nga gegët, nga pellazgët, është bërë një rrokshë. Shikoni vet. Të dashur shqiptar, nuk është se buzuku nuk dinte mirë latinisht. Problemi është se gjuha shqipe nuk ekzistonte akoma, është krijuar mbas përkthimit të Biblës në gjuhën shqipe. Pra problemi i buzukut ishte ky, që nuk ekzistonte fjala uri. Dhe ai e merr fjalën latine esurientem dhe e krijon një neologjizëm, unët, që nuk ekzistonte. Pra nëse nuk ekzistonte fjala uri në gjuhën shqipe, gjuha shqipe nuk ekzistonte. Është krijuar në mënyrë artificiale gjatë përkthimit të Biblës. Merrni frymthell. Vargu është në origjinal. Domine, quanto te vidimus esurientem. Tani shikoni se si e ka përkthyer këtë buzuku në gjuhën shqipe në mënyrë të lirshme. Të dashur shqiptar, buzuku e ka përkthyer Biblën në mënyrë komplet të lirshme. Ky nuk është meshar, është një vepër e rikrijuar e buzukut. Dhe shqipja që ka dalë prej tij është shqipja që flasim në sot. Pra, përkthimi i lirshëm i Biblës është ky. Zot, kur na të pam, se ti ish një unët. E kuptoni? Esurientem, ai e ka kthyer në unët dhe nga kjo ka dalë fjala uri. Tani kemi sqaruar enigmën më të madhe në historinë e njerëzimit. Buzuku e kishte para syve të tij tekstin e latinisht. Pra, edhe sikur mos dish fare latinisht, mjafton të hapësh disa fjalor dhe e përkthen fjalë për fjalë tekstin nga latinishtja në shqip. Problemi është ky. Shqipja nuk ekzistonte. Me në frymthell. Buzuku e ka krijuar shqipen. Është për qartë. Unë këtë kam kuptuar më herët, por nuk doja ta besoja. Ishte këtu në kokë një mendim i zymt, i frikshëm, që gjuha shqipe është një gjuhë e krijuar. Që fjalët që gjuha shqipe ka marrë nga latinishtja
nuk janë të trashëguara nga latinishtja e lashtë, por kanë dalë gjatë përkthimit të Biblës nga latinishtja në shqip. Merr from thell. Pra, këto fjalë nuk vijnë nga ilirishtja, që kanë mbjetuar pushtimet slave, që ilirët kanë luftuar me latinët. Këto janë fjalë të krijuara nga buzuku, nga përkthimi i keq i Biblës në latinisht, jo se buzuku nuk e kuptonte latinishten, por nuk ekzistonte shqipja. Kjo është e vërteta. Pra ai krijon këtë fjalë në rastin kallëzore, unët, që është në latinisht esurientem, duke qenë i uritur, duke ndier uri në latinisht. Dhe nga kjo pra ka dal i unët, por buzuku e ka pa formën mbiemërore i unët, thjesht unët. Pra akoma nuk ishin krijuar mbiemrat. Merr from thell. Format mbiemërore në shqip janë krijuar mbas përkthimit të Biblës nga latinishtja në një gjuhë që nuk ekzistonte akoma, e krijuar nga buzuku. E kuptoni çmendurin që ka ndodhur apo jo? Dhe këtë se ka kuptuar absolutisht asnjë njeri, as Jokli, as Majri, as Pederseni. Jokli shikon fjalën unët, ndan në copa dhe Jokli mendon se është krijuar nga një rënjë unë, që lidhet me gjuhën sanskrite una, që do të thot bosh, do të thot i varfër, do të thot që mungon diçka. Pse thot ai? Çka ka bërë Jokli? Jokli ka bërë atë që bëjnë turbo albanët, por e ka bërë në mënyrë të sofistikuar. Është përpjekur ta nxjerrë gjuhën shqipe si gjuhë indo-europiane. Këtë ka bërë dhe Çabej. Edhe Çabej edhe Jokli janë munduar ta bëjnë shqipen sa më indo-europiane dhe marrin fjalë me shqiptim të ngjashëm në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe e parafrojnë me fjalë të shqipes që nuk kanë asnjë lloj lidhje. Pra fjala una në gjuhën sanskrite ose në gjuhën e evgjitëve, në fakt, është folur në Pradesh të Indis kjo gjuhë. Pra, sipas Joklit, ilirët kanë ardhur nga Pradeshi në shekullin e 8 para erës sonë, çrëndsi ka. Dhe kanë përdorur këtë formën una, që do të thotë mungoj. Dhe për kësaj una kanë pritur sa të pushtoheshin nga romakët, kanë pritur që ta përkthej Biblën një famulltar me emrin Buzuku, që është me origjinë nga turqishtja. Buzuku është një vegël muzikore turke dhe nuk vjen nga buzujku, siç mendojnë shqiptarët. Pra, Jokli mendon se ilirët pritën në përshpella derisa doli një famulltar Buzuku dhe ai e përdor këtë rënjën evgjite sanskrite, una, dhe na krijon ai në fjalën unët, që është e rastës kallëzore në fakt, në latinisht, esurientem. Këtë ka bërë Jokli. Pra Jokli ka falsifikuar gjuhën shqipe për mirë. Jokli është një turbo alban. Në qoftë se ne ankohemi për popullin Kocaqi, Jokli nga dëshira për të na bërë ne ilir, është më Kocaq se Kocaqi, por shumë i sofistikuar. Ta shikojmë bashkë çka ka bërë Jokli. Domethënë ai është përpjekur të na bëjë neve nder. Kjo ka arritur të mbjetoj si koncept dhe në momentin kur doli inteligjenca kompjuterike që të zhvesh komplet, të nxjerrë të gjitha leckat, të nxjerrë komplet lakuriq. Inteligjenca kompjuterike të tregojnë që je komplet majmun. Ja ta shikojmë bashkë, të dashur shqiptar, çka ka ndodhur. Të dashur shqiptar, të gjithë ne vuajmë nga turbo albanizmi, domethënë ne përpjeqemi që të ndjekim rënjët e fjalëve në fjalë të lashta sanskrite, greke, iraniane, për ta nxjerrë gjuhën shqipe sa më të lashtë që të jetë mundur. Dhe nuk ka asnjë lloj lidhje me fjalën una
në gjuhën sanskrite me fjalën uri. Siç e pam bashk, fjala unët vjen nga gjuha latine e surientem, në rastin kallëzore, me pa dikë që është i uritur. Mirë po, buzuku nuk e ka përkthyer kështu. Pra, nuk e ka nxjerrë sikur të ishte në rastin kallëzore, prandaj nuk dallohet. Buzuku ka rikrijuar gjuhën shqipe ose ka krijuar nga e para. Pra, kjo fjalë nuk vjen nga gjuha sanskrite una. Nuk ka asnjë lloj lidhje, siç e shikoni fare. Kjo lidhje është bërë nga Jokli për ta nxjerrë gjuhën shqipe të lashtë. Kjo është e gjithë ideja. Pra ai e parafron me fjalën latine vanus, do të thot bosh, edhe me fjalën sanskrite una, që do të thot e pamjaftueshme. Dhe unë, duke qenë shumë naiv, si të gjithë shqiptarët, e marr fjalorin e gjuhëve indo-europiane, e përkthej këtë, e sjell në Shqipëri dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk e pranon. Në fakt, këtë ka bërë dhe Qerem Çabej, ka marrë fjalë që ka bërë Jokli dhe ka nxjerrë gjoja si shpike të tija. Pra punën e Joklit Çabej e ka përvetësuar vetë. Sepse Çabej nuk e dinte që një ditë do të vinte interneti, se kishte idenë që do krahasoheshin në mënyrë të rrufeshme të gjitha fjalët. Nuk e dinte që do dilte një shqiptar nga Dibra që do e përkthente fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe do e nxirrte falas në internet që nuk ekzistonte kur ishte Çabej. Askujt s'ia priste mendja që do dilnin këto palaçollëqet e turbo-albanëve të fshehur. Shumë dinak, që përpiqen ta nxjerrin gjuhën shqipe sa më të lashtë. Mirë po unë nuk mund ta pranoj një gjë të tillë, nuk ma lejon kodi im i moralit. Pra unë jam shqiptar i parë në botë që e kam kuptuar që gjuha shqipe është mut. Edhe po ta pranosh një gjë të tillë, shpëton. Është një lloj sikur të thotë dikush që do jetosh kur je me kancer. Pra, kur e kupton që ke marrë rrugën e mutit, atëherë fillon dhe jeton normalisht. Nuk e nevojë të gënjesh as veten as të tjerët. Pra, unë e kuptova që gjuha shqipe ishte mut kur po shpjegoja origjinën e qytetit të Orikumit në Vlorë, që vjen nga greqishtja Orikion, do thotë rini e përjetshme, dhe aty e kuptova që çdo gjë ishte mut fare. Pra kjo fjalë nuk lidhet fare me gjuhët indo-europiane, ka ardhur nga latinishtja e surientem, në shqip është unët, është krijimi i buzukut. Pra që t'ju thua shqiptarëve që Norbert Jokli ka falsifikuar origjinën e fjalëve të shqipes për t'i nxjerrë si të lashta indo-europiane, kjo do shumë guxim. Dhe unë jam student i dhjetorit. Unë dola në demonstrata duke ditur shumë mirë që ne do na fshinin nga faqja e dheut. Dhe habitem se si nuk e bën një gjë të tillë. Pra, ne duhet t'i ngrejmë një monument Ramiz Alis, që nuk i vrau studentët. Mund ta kishte bërë një gjë të tillë. M'falni, jam shumë i tronditur. Kur shikoj demonstratat, si u shkatruan studentët në Kinë, u vranë me mira student, me tanke. Ramiz Alia nuk vrau asnjë student, edhe solli demokracinë. Mirë po, e shfrytzuan grekët. E shfrytzoi Sali Serbi për ta shkatruar demokracinë në Shqipëri. Dhe duhet ta rindërtojmë, po. Prandaj po bëj këtë unë. Duhet t'u thuhet e vërteta shqiptarëve, sepse ata që na gënjejnë neve kanë krijuar parti të reja, parti pellazge. Dhe kjo çmenduri është përhapur si ortek. Pra unë jam shqiptari i parë, absolutisht, i pari në botë që e ka kuptuar që gjuha shqipe është krijuar gjatë përkthimit të Biblës në shqip. Dhe gjuha shqipe nuk ekzistonte, është krijuar me përkthimin e Biblës. Dhe shumë fjalë të latinishtes ose janë kopjuar siç janë në shqip, ose janë ndryshuar
zvogluar, rrudhur, e surientem është bërë unët. Kjo ka ndodhur, të dashur shqiptar. Pra, të shikojmë se si është krijuar fjala e surientem në gjuhën latine, që të kuptojmë si u krijua fjala unët nga buzuku, nuk ekzistonte. Të dashur shqiptar, ky është filmi më i rëndë që kam bërë deri tani. Pse do thoni ju? Sot, sepse e kupton që gjuha shqipe është krijuar në mënyrë artificiale gjatë përkthimit të Biblës. Ky është gjithë problemi i Shqipës. Është zgjidhur sot. Prandaj përkthimi i buzukut është përkthimi i lirë. Ose më saktë, ai ka krijuar gjuhën shqipe gjatë përkthimit të Biblës. Kjo është çmenduri. Pra, po të mos ta kisha bërë këtë buzuku, ne do flisim sot greqisht ose serbisht. E tmerrshme. Pra, buzuku ka shpëtuar gjuhën shqipe ose më saktë e ka krijuar atë. Pra, fjala unët është, siç e shikoni, kallëzorja e surientem. Dhe kjo është pjesoria në latinisht, ose më saktë përcjellorja. Sepse gjuha latine përdor elemente të tjera gramatikore nga shqipja. Pra, për fatin e çuditshëm që ne se kuptojmë dot, fjala e suriens, kjo formë përcjellores, lakohet në gjuhën latine dhe në emërore është e suriens, në gjinore është e surientis, në dhanore e surienti, në kallëzore e surientem, rrjedhore e suriente dhe thirrore e suriens. Pra ka 6 rasa latinishtja. Ne këtë e kam marrë një përkthyes i quajtur buzuku nga rasa kallëzore, por nuk e ka vënë në shqip në rasën kallëzore, prandaj nuk dallohet dot. Kjo është arsye që nuk duket. Por po ta lexosh Biblën në origjinal, e kupton se çka ka ndodhur. Tani nga vjen fjala e suriens? Vjen nga folja e surio në gjuhën latine. Ja ku e keni forma që quhet pjesore, por funksionon si përcjellore. E di, jeni shumë të çuditur. Një pjesore që funksionon si përcjellore. Në shqip do të ishte duke pas uri. Pra, kjo formë e suriens është e formës dëftore në gjuhën latine, dhe po ta shikojmë se si është formuar ajo, është krijuar me foljen e do, që do thot me ngrënë në gjuhën latine, plus prapashtesën dëshirore turio. Pra nga kjo e do turio është krijuar e surio në gjuhën latine. Dhe nga kjo e surio vjen fjala uri ose u në gjuhën shqipe. Është shkurtuar kjo fjalë, i dashur shqiptari i Drilonis. Pra, unë nuk po them që ne të na fusin në kafazë, të na japin banane. Të shikojmë se çfarë ka bërë buzuku. Buzuku ka krijuar predikativin në shqip. Zot, kur na të pam se ti ishe unë të. Pra, ky quhet predikativ, përdoret folja me qenë, plus përcjellorja e latinishtes e surientem, ka krijuar buzuku unë të. Është si formë biemërore, ose si pjesore. Të dashur shqiptar, po të mos ishte përkthyer Bibla nga latinishtja në shqip, kjo formë e shqipes nuk do ekzistonte. Në qoftë se kjo formë e shqipes nuk do ekzistonte gjuha shqipe, fare. Shqipja është krijuar gjatë përkthimit të Biblës si përkthim i lirshëm nga buzuku. Kjo është gjuha shqipe. Nuk është kjo që buzuku nuk dinte latinisht, por nuk ekzistonte shqipja. Ai e ka krijuar. Është përkthim i lirshëm i latinishtes dhe është krijuar shqipja. U kënaqet tani. Pra nga kjo formë unë të ka dardhur forma u, që është uja, uria, në gjuhën gege, monosilabike, dhe s'ka lidhje fare me gjuhën sanskrite jevge. Fare,
nuk është një gjuhë e lashtë. Është krijuar gjatë përkthimit të Biblës. Do me thënë, kjo është shumë dramatike, kjo që ka ndodhur. Që po t'ishte Jokli gjallë, do binte në gjunjë, do thoshte çfarë zoti e ti. Unë do i thoja, i dashur Norbert Jokli, unë e di që ty të pëlqen Shqipëria, sepse ti e do Shqipërinë për popullin tënd të shkretëtirës. Dhe ndoshta do ta marrësh një ditë me ndihmën e Sorës. E kuptoni apo jo? Sora i ka bërë planet ta kthejë në një rivjerë të bukur soriane Shqipërinë. Shqiptarët do mbyllen nëpër kampe, do ta shikoni, nëpër kafaze, do na japin banane nga ndonjëherë, nëse arrim të numërojmë deri në 3, të dashur pellazg. Sepse ne i shkurtojmë edhe numrat, dhe ndonjë ditë do na dalin nga 3 vetëm 1, edhe një banane do marrim, sepse jemi të paaftë të themi 3. Në qoftë se ne nuk bëjmë një përpjekje titanike për të parë të vërtetën se si është krijuar populli shqiptar, se sa e mëndzyrshme është krijimi i Shqipës gjatë përkthimit të Biblës, vetëm atëherë ne do shpëtojmë. Vetëm kur të na hapen syt, kur majmuni do dal para pasqyrës, do thot, ja kam një shishe parfumi këtu, dhe majmuni, duke përdorur parfumin, do shikoj të reflektuar fytyrën e tij majmunore, do thot, wow, po unë që nga majmun. Në momentin që majmuni e kupton që është majmun, majmuni shpëton. A jeni të aftë ju ta shikoni vete në pasqyrë, që koka juaj e rumbullakët është e tillë që asnjë përkrenare i lire nuk ju bën në këtë kokë rumbullakore, kafkore, plot me mish dhe me kocka, por pa tru. Pra në momentin që ti përpiqesh të fusësh në kokë klufin e përkrenares, ti e kupton që je drilon. Ua, s'më bë ka klufi, prej hekuri. Po ç'është kjo? Pra në këtë moment që ti e shikon veten në pasqyrë, në qelq, dhe e kupton se çka ka ndodhur, atëherë ti shpëton. Prandaj po i bën këto filma. Dhe këto zbulime kanë dalë gjatë xhirimit të filmave. Po të mos i kisha bërë këto filma, unë do kisha fjetur në Dafina, me fjalorin që ka bërë Jokli, për fjalët të trashëguara të Shqipes nga gjuha e vgjite sanskrite, që pas kanë ardhur këta në shekullin e 8 para erës sonë, në fillim kanë banuar në theth, sipas pedagogëve në Universitetin e Leidenit. Këta e vgjitë kanë banuar në theth, në fillim, dhe nga thethi u shpërndanë në të gjithë Shqipërinë. E kjo është filozofia e universitetit më të përparuar të botës, sepse mbështeten mbi falsifikimet e Joklit. E pra Jokli e ka ditur ndoshta, ose s'e ka ditur, që fjalët janë krijuar nga buzuku, në përkthim të lirshëm të latinishtes. Ju faleminderit për vëmendjen. Pra, ky është filmi më dramatik nga të gjithë filmat që kanë bërë ose do të bëj në të ardhmen. Ky film provon që fjalët e latinishtes në shqip kanë ardhur drejt për drejt nga përkthyesi, i cili shpeshherë shikonte që mungonin fjalët në shqip dhe ka krijuar fjalë, thjesht ka kopjuar fjalë nga latinishtja në shqip. Kaq, këtë ka bërë. E ka krijuar gjuhën shqipe nga e para, nga zeroja. Pra, shqiptarët kanë patur disa fjalë, kuptohet. Por gjuha shqipe, pra, që flasim ne sot, është krijuar nga buzuku. Ne nuk e dim cila është para shqipja, ose para serbishtja, ne nuk e dim çfarë ishte. Por shqipja që flasim ne sot, është krijuar me përkthimin e Biblës nga gjuha latine në gjuhën e rikrijuar shqipe. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Shikoni veten në pasqyrë. Atëherë do shpëtoni.